Vetëm gjatë vitit 2024 dhe 2025, OSHE Group ka nisur një nga praktikat më të mira, duke hapur një thirrje për të rekrutuar sa më shumë inxhinier dhe teknik të rinj, duke ndryshuar kështu formatin e një ndërmarrje që ka më shumë se 6.000 punonjës dhe duke krijuar një traditë të kalimit të stafetës nga brezi në brez. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur edhe në Alpetrol, ku vetëm pak muaj më parë në një thirrje ku morën pjesë 90 inxhinier dhe gjeolog, 20 prej tyre ka nisur një praktikë të paguar për një vit, duke pasur mundësinë që të ndjekim dhe traditat e mëparshme dhe ata të cilët vinë si praktikant dhe që performojnë më mirë të qëndrojnë në ndërmarrje pra në Alpetrol me një kontratë definitive. Këto nuk janë thjesht statistika, janë histori suksesi që tregojnë se kur u jepet mundësia të rit shqiptar din të shkëlqejnë.